Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi një takim me shtabin e emergjencave civile në qarkun e Lezhës, ku analizua situata e krijuar nga moti i keq. Ministri Salla u shpreh se situata aktualisht është nën kontroll, ndërsa theksoi se qeveria do të ofrojë mbështetje për banorët e prekur nga përmbytjet. Kemi pas disa problematika në lidhje me disa banesa të futura në ujë, ku janë në laç kryesisht një pjesë e konsiderueshme, ku janë duke evidentuar nga ana e bashkisë së Laçit, por edhe duke qenë pranë për të evidentuar dhe për të pasur ne një mundësi që bashkë me qeverinë shqiptare, asnjë nga qytetarët mos të jenë vetëm, ku ne do të qëndrojmë pranë qoftë nga ana e dëmshpërblimeve me bashkitë, por edhe me qeverinë në mbështetje të plotë. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Perin Dreu, tha se hapja e kanaleve kulluese ka dhënë ndikim pozitiv në minimizimin e përmbytjeve, ndërsa shqetësim sipas tij është hidrovori i Balltrenit, i cili nuk arrin të evadojë ujërat e fushës së Torovicës. Ka 8 vjet paktën që mbaj mendon që ne kërkojmë një investim që sepse ka rreth toka dhe hidrovori ka dhënë vini vetë. Nëse nuk do investohet në hidrovor, ne nuk kemi, jo vetëm që s'kemi që i bëjmë se do në farë. Kemi pas problem në Grasht, në Zojs, në zonën e Zadrimit, sidomos për shkak të fryrjes së gjatit, kanaleve hidrore të larta. Aty na krijuat një situatë, por shumë larg situatave që jemi mësuar me projektu aty, për shkak se sistemi kanaleve kullues aty është komplet i bardhë nga bashkia. Situata më problematike paraqitet në bashkinë e Kurbinit, ku sipas nënkryetarit Eduard Kurti, krahas tokës bujqësore, ka dhe shumë banesa në ujë. Deri tani janë evakuuar 28 familje, aktualisht banesa në ujë kemi të dhëna 70 banesa në Mamuras, 150 në Fushkuqe, 50 në Laç, 15 në njësinë në Vilat. Total 285 familje që janë në ujë deri tani. Aktualisht Gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencave civile në qarkun e Lezhës, u morën pjesë drejtuesit e strukturave vendore dhe përfaqësues të gjitha institucioneve që kanë përgjegjësi ligjore për menaxhimin e emergjencave. U kërkua koordinimi ndërhyrjeve në pikat më kritike me qëllim minimizimin e sa më shumë të problematikave.